Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi tek Allahut, atë e falenderojmë, falje dhe ndihmë vetëm për t'i kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet, përshëndetjet i dërgojnë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata muslimanë të cilët ecin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Inshallah vazhdojna me shpjegimin apo leximin e librit Nurul Yakin, pra në sirën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në ligjëratën e fundit shpjegum rreth Isras dhe Mirajit. Edhe tham se Isra do të thotë me hec natën. Pra pejgamberi alayhi salam ka hec me burak nga Mesjidul Aqsa, nga Mesjidul Haram ila Mesjidul Aqsa. Pra nga xhamia Haremin nga Mekja deri në xhamin Aqsa, aty edhe e ka fal namazin ku e ka pas xhamat gjithë pejgambert e mëhershëm, edhe është ngrit pra mbi 7 kaçej deri në Sidratul Muntaha, aty ku edhe Allah Azza Jall ja ka obligu umetit të pejgamberit alayhis salam 5 namaze, mirë po me shpërblimin sikurse me i fal 50 namaze. Pastaj shpjegum se pas Isras dhe Mirajit ka ndodhur edhe besatimi i parë i Akabes. Pra Akabe është një vend afër Mekës ku kanë ardhur 12 musliman, edhe ja kanë dhënë besatimin pejgamberit alayhis salam për ndihmë, pra me ndihmu Allahun dhe me ndihmu pejgamberin e tij. Pastaj vitin tjetër ka ardhur një grup tjetër i muslimanëve, diku parafërsisht 73 musliman. Pra këta 12 muslimanë janë kthyer në Medinë, kanë bërë davet, edhe pastaj në haxhin e radhës kanë ardhur afërsisht 73 musliman. Mirë po numri i muslimanëve ka më i madh. Se këta janë që kanë marrë pjesë në haxh për me ardhur në Mekë. Një pjesë tjetër ka qëndruar në Medinë. Edhe pasi ka ndodhur domethënë betejë Akabes, edhe në atë betejë u dhon besatim që me ndihmu pejgamberin alayhis salam banorët e Medinës. Edhe pas këtij besatimi, kur e kanë kuptuar banorët e Mekës se tani pejgamberi alayhis salam nuk është vetëm, edhe ka shok, edhe ka përkrahës, ka ansar, ka ndihmues, atëherë i nervozu, edhe e kanë shtu edhe më shumë zullumin ndaj pejgamberit alayhis salam, edhe ndaj sahabeve në përgjithësi. Prandaj kjo është koha edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i u thot sahabëve se tash është koha me bë hijrat. Tani është koha, pasi janë pje kushtet, edhe banorët e Medinës, Islami është duke triumfuar në Medinë, numri i muslimanëve e kaloi numrin e jo muslimanëve në Medinë. Tani thotë është koha me dalë me bë hijrat krejt për Medinë. Edhe të gjithë sahabit pa përjashtim, përveç Ebu Bekrit, përveç Omerit, kanë ikë fshehurazi. Krejt sahabët zakonisht natën e kanë marrë familjen e vet, pasunin tjetër e kanë lënë në Mekë, edhe kanë dalë muhaxhir në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Përpos thuhet se Omeri radiallahu anhu ka dalë haptazim. Edhe pse rreth këtyre rivajeteve që kanë ardhur thuhet për disa ulemave se janë të dobta, mirë po janë shpërndarë në librat e sirës ku Omeri dihet fjala atje e famshme ku i thotë unë nesër do dal hijrat, edhe kush don domethënë me mbet fëmijë e tim ose me mbet gruaja e vej ose me mbet nana pa fëmijë, le të ndal në rrugë. Edhe s'ka guxu kërkosh prej me kasve, me dalë me azon rrugën Omerit radiallahu anhu. Sahabët tjerë domthon gjithë duke përfshirë pejgamberin alayhis salam kanë ikë fshehurazi për në Medinë. I pari prej atyre që ka shkuar në Medinë, ka filluar hijretin, ka qenë sahabiu Ebu Salama radiallahu anhu. Pra sahabiu i pari i cili ka marrë rrugën për hijret për Medinë, u kanë Ebu Salama radiallahu anhu. Burri Umu Salamës, të cilën më vonë pra pejgamberi alayhis salam e marton Umu Salamën pas vdekjes së Ebu Salamës, edhe bëhet Umu Salama nana e besimtarëve. Gjithashtu edhe Abu Bekri në këtë kohë ka dashur me marr familjen e vet dhe me bë hijret. Mirë ka takun rrugë pejgamberi alayhis salam, i ka thonë pse po nxiton Abu Bekr, ka thonë shpresoj se Allah ka më maliu edhe mua hijretin. Edhe kjo e ka gëzuar Abu Bekrin për shkak se e ka kuptuar se pejgamberi alayhis salam e ka zgjedh si shoqërues të hijretit. Edhe kur mekasit e kanë kuptuar se musliman po lëvizin, edhe musliman tani kanë përkrahas, edhe kanë një shtet që do ta themelojnë Medinë, e kanë thirrë një mbledhje, një këshill, ajo që quhet Darun Nadwa. Darun Nadwa e kanë shpjeguar ligjëratën e parë, është një këshill apo një konvent të cilin e ka themeluar Kusaj. Kusaj ka qenë gjyshi i pestë i pejgamberit alayhis salam. Kur e ka marrë pushtetin e Mekës, i ka themeluar një 4-5 institucione
kush ka prezantuar dersën e parë në majtmen. E para u kanë e ka ndërtuar një shtëpi afër Çabës në të cilën ju ka dhënë ushqim edhe ujë haxhive. Ka thonë tani ushqimi edhe uji takon mua. Gjithashtu e ka mbyllë edhe derën e Çabës me qelës. Më herët Çabë ka pas mundësi me hi edhe i dopti edhe i varfër edhe njeri i thjesht. Kur ka kusaj e ka mbyllë me qelës edhe thot tani qelës është në dorën tanë, vetëm se konja unë ja hapi derën. Gjithashtu e ka themeluar edhe flamurin e luftës. Pra lufta dhe paqja është vetëm se në dorën e kusaj. Edhe njëna prej institucioneve që ka themelu ka qenë një kuvend apo një parlament, një këshill në të cilën një marrë vendime për punë të mëdha që ka ndodhur në Mekë. E kur ka ndodhur kjo çështja e hijretit të muslimanëve, u thirr që ky këshilli të cilën e ka themelu stërgjyshi i pejgamberit alayhis salam, Daru Nadwa, ku kanë marrë pjesë kokat e kufrit në atë zaman. Pra është vendosur se çka më bë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam tani që bani krah edhe ka bë ansar, ka bë ndihmues. Transmetohet se në këtë këshill ka ardhur iblisi mallkum. Ka shejtani i cili ka marrë formën e një plakut nga Nejdi. Nuk e kanë njohur njerëz që ky kon shejtani. Edhe thot, a doni unë me prezantu? Kam përvojë një jetë jam i vjetër dhe ka mundësi u bëj dobi me këshillat e mia, edhe kam prezantuar në këtë mbledhje. Edhe propozimi i parë që u dhon këtë mbledhje ka qenë që me e përzon pejgamberin alayhis salam nga Mekja. U propozu, ta largojmë një herë për gjithmonë edhe të lirohemi prej tij. Mirpo ky propozim është refuzuar nga ai këshill, për shkak se thonë nëse na e lajm të lirë, ky shkon në Medinë. Edhe në Medinë na e njohim se pejgamberi alayhis salam pra është njeri që shumë lehtë i bën njerëz për vete, është njeri i sinqert, Allah i ka dhënë oratori e kështu me radhë, edhe thotë e mbledhni ushtri dhe na vjen këtu. Atëherë ky propozim vjen. Propozimi i dytë që e kanë thonë me burgos. Po e burgosmi çikin a burgos edhe njerëzit e çmendur më herët apo gënjeshtar si Hirbast, edhe po e lami me vdek në qeli. Derisa ta lën këto çka po thret. Edhe ky propozim ka raposht për shkak thonë se nëse na e mbyllim me pejgamberin alayhis salam, ata e kanë Muhamedit, thotë ensar të vinë, ne e dim se pozita e tij të ensartë e banorëve të Medinës është më e madhe se pozita e fëmijëve edhe e baballarëve të vet. Prandaj çështja e kuo kur vinë ensart, edhe na s'kena mundësi me u përballu në luftë me ta. Atëherë Abu Jahli apo faraoni këtij umeti i ka thonë pejgamberi alayhis salam propozon thotë ta mbysmi. Ta mbysmi thotë Muhamedit. Edhe pranon ky këshill që më e mbyt pejgamberin alayhis salam. Edhe plani i Abu Jahlit ka qenë thotë të zgjedhni prej secillit fesë, prej secillit kabile nga një djalë të ri të fuqishëm, edhe thotë kur dal pejgamberi alayhis salam pjesën e tretë natës me e fal namazin e natës në Çabe, thotë e godasin me thika, mirëpo me një goditje të përbashkët. Njëkohësisht me godit, që gjaku më u shpërndan në për krejt familjet. Pastaj thot Benu Hashim, familja pejgamberit alayhis salam, s'ka mundësi me bë luftë me krejt familjet e tona. Edhe thot na e detyrohemi i bëjmë presion me e pagu shpagimin e gjakut, edhe thot kështu e përfundoi çështjen e Muhamedit edhe thirrjes së tij. Mirpo Allahu subhanahu wa taala, që e dim se është i gjithdijshëm edhe me diturinë e tij Allah është prezant. Edhe e ka dëgjuar Allah azza xal këtë kurth që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i dërgon shpallje pejgamberit përmes Xhibrilit se nesër mbrëmje kim mbyt. Për ato dhe Allah thon Kur'an wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ata thot i thurin kurtha Allahut, mirëpo Allah azza xal ja kthen kurthat atyne. Allah ja kthen kurthat atyne. Wallahu khairul makirin, Allahu e di më së miri, apo Allahu strategi është i gjithë dituri se si duhet me usill me ata që e bëjnë kurthe besimtarëve. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam masi e merr lajmin se sonte ka më mbyt, shkon te Ebu Bekri edhe i thot bani gati, thot dy deve se thot sonte kena me dal edhe na kena me bën hijrat. Edhe fillon Ebu Bekri me kajt nga gëzimi i madh, saqë thot Aisha radhiyallahu anha, thot sikur se mos ta kisha pa babën tam tu kaq të pikëzimit, s'kisha mujt me paramendu se ka njeri çasi lot nga gëzimi i madh. A ndoshta dikonja me i vdek diku shumë i afërt familje, nuk i dalin lot ashtu se si i ka ndal Ebu Bekrit nga gëzimi i madh që Allah azza xal pra i ka dhënë urdhër edhe pejgamberit alayhi salatu wassalam me bë hijrat. Mirpo hijreti i pejgamberit alayhi salam u ka një vështirë. Ka pas mundësi pejgamberi Allahut me kërku burakin. Doat e pejgamberit mund pranume. Allah azza xal ja mundse edhe më lart me shku brenda natës. Naksa Medina u kanë më afër. Madje Allah azza xal e ngrit edhe 7 kat qej përpjet. Medina u kanë më e lehtë me avon një kafsh apo me alet udhtimin. Mirpo ka dash neve me na kallëzu se puna e hijretit ta shohim më vonë se është sunet i këtë pejgamberëve.
edhe suneti pejgamberit tonë. Çdo besimtar njëtën e vet më e pakta ka mos provu me në hijrat. Më e pakta ka mos provu me në hijrat. Edhe ka dashur me neve shembullin më të mirë se si duhet të usill në këto situata. Për atë pejgamberi alayhis salam i mos sebepet. Edhe ka marrë sebepe shumë të mëdha në lidhje me hijretin që ka më e bë. Prandaj do punë fe nuk shkojnë me të fortë, nuk shkojnë me gjyk çdo punë. Ka njerë ka raste kur kërkohet maturi, ka raste kur kërkohet urtësi edhe hikmet, ka raste kur kërkohet edhe strategji. Pejgamberi alayhis salam kon mastrimi. Kur su friksu. Sa që thot Aliu thot në betejë të ndryshme thot kur u shtrëngu betejë u ashpërsu, na thot jena shef pas shpinës pejgamberit alayhis salam. Mirë po, ky rast i hijretit ka lyp domethënë urtësi edhe hikmet, prandaj pejgamberi alayhis salam i ka marrë disa sebepe. Sebepin e parë që e ka marrë, pejgamberi alayhis salam e ka pagu një person, një mushrik i cili ka një besimtar, i cili ka njoftë rrugët. Për shkak se nëse i bie rrugës njëjtë ka kanë hec karavanët, o kanë ditë se me kasit kanë me kap. Pra dash me ndjek rrugë tjera si ka njoft njerëz. Përpos një personi që ka pasanin Abdullah ibn Uraykit. Ka qenë mushrik. Mirpo pejgamberi alayhis salam ja ka treguar sekretin, ja ka besuar jetën e vet këtij personi. Prandaj dietar ka thënë se lejohet që besimtari me mbështet edhe me marr si veli si mik një besimtar, nëse është i drejtë në këtë rreth. A ka për besimtarëve drejtë atë që strathojnë? Ka. Mesin e këtyre ka ky person Abdullah ibn Uraykit, i cili ja ka treguar planin pejgamberi alayhis salam edhe ka basi udhëheqës të këtij hijreti së bashku me pejgamberin, së bashku me Abu Bakrin. Pastaj sebepi i dytë që e ka marr nuk ka shku nga Medinja, se e ka ditë se mushrik do ta ndjekin. Është normale se të nisë bën hijrat me një vend, kanë me tar pas. Mirpo ka shku disa kilometra prapa Mekës. Pra ka shku në anën e kundërt, edhe janë mshef me një shpellë që është quajtur shpella Thawr. Ky ka qenë sebepi i dytë. Pastaj pejgamberi alayhis salam e ka marrë sebepin e tretë, cili ka qenë, i ka thënë Aliut radhiyallahu anhu, shtriu ka thënë ti shtratin tam. Për shkak se këta djemë të ri që janë pagu me mbyt pejgamberin alayhis salam i kanë jashtë. Si ka mundësi me ik para syve tyne? I thotë shtriu te, pastaj thotë kur shikojnë ata se shtëpia e pejgamberit alayhis salam ka shtëpi e vjetër, edhe ka pas të çara, dera e shtëpisë ka me plasaritje, nëse ke vendos syni ke pa brenda. Prandaj ka thonë shtriu ti shtratin tam, që kur dal unë, edhe ata të shohin ty me mendu që unë jam brenda, edhe me qëndru jashtë edhe mos me fillu kërkimin. Gjithashtu Aliut radhiyallahu anhu, edhe pse ka qenë i ri në moshë, ndoshta sekondas mbyllet, kur e ka marr këtë mision Aliu radhiyallahu anhu. Edhe misioni tjetër ka qenë që thotë Nasrman me shpërnda amanetet. Cilat amanete? Pasunin e mushrikëve që e ka rujt pejgamberi alayhis salam. Edhe kjo është një paradoks se më herët kur kanë udhëtuar njerëz kanë pas frikë me marr pasurinë me vete. Nëse ke marr pasuri, rrugës ka pas mundësi me usulmun nga hajdut edhe me ta marr pasurinë. Nëse e kem shef me një vend e ke grobos, ka mundësi të vdekja. Edhe pasardhës nuk e din se ku e kem shef pasurinë. Ku e kanë lënë me kast, e kanë thënë ai që kanë mos besnik. Kush e kanë Muhamedi alayhis salam. Pra pasuria kanë besu. Mirpo kur e ka thonë beson se janë pejgamber, nuk e kanë besu. Mirpo kur është puna pasurinë e ruaj dynjan e vet, ja kanë besu pejgamberit alayhis salam. Edhe shikoni se si pejgamberi sa e ka pas mundësinë. Sipas disave të sotit e kishin marrë çet pasuni. Sot ka njerëz që namën sunetit pejgamberit alayhis salam i cenojnë pasuritë e njerëzve që thonë la ilaha illallah. Njerëzit të fjalës la ilaha illallah ju mirët pasunia, sulmon shtëpitë e tyre, sulmon bizneset e tyre kështu me radhë. Namën të sunetit pejgamberit alayhis salam. E shikoni ky burr sikurse pejgamberi alayhis salam e ka pas pasuninë e tyre në shtëpi, edhe i thot Aliut radhiyallahu anhu, thot merr edhe ktheja të nesër pasuninë që unë javë kumrujt, që javë kumrujt këtyre personave. Mirpo, si është puna tash me dal jashtë? Kur ata janë duke e prit për rreth shtëpisë tina, ka rëndësire se pejgamberi alayhis salam e ka marrë një grosht me dhe, apo me zall, edhe javë ka gjujt syve, e ka hap derën, edhe e ka lexuar fjalën e Allahut, ku thot Allahu ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Allah thot na prapa tyne kena bën mburoj, edhe prapa tyne kena bën mburoj. Pra e ka lexuar këtë ajet, e ka gjujt zallin, edhe ai zall u fut në syt e atyre mushrikëve që kanë qenë jashtë, edhe nuk e kanë pa kush ka dalë. Pastaj derisa i kanë fërkuar syt edhe i kanë pastru, kanë kthyer në çarën e derës, e kanë pasë se dikush është fjetë dhe kanë thënë ky është pejgamberi alayhis salam. Edhe ky është momenti kur pejgamberi Allahut ik nga shtëpia, edhe zbashku me Abu Bakrin pa shkojnë në shpellën Thawr edhe mshefën, ndërsa këta mushrikë janë duke prit jashtë
deri në kohën e sabat duke menduar se po dal me fal namazin natës apo sabat apo me godit. Pra kur ka mëngjesi e ka pas ai brenda kon Aliu radhiyallahu anhu. Edhe kanë fillu kërkimin. Mirë po, u kanë pak vonë kërkimi për shkak se pejgamberi sa e ka pas kohën e mjaftueshme për me shku edhe me umshef në shpellën Thor. Edhe kanë vazhdu kërkimet derisa ka ardhur puna se kanë ardhur deri te kjo shpellë. Edhe janë fut në shpellë. Mirë po, vendi ku umshef Ebu Bekri dhe Omeri pra ka qenë poshtë, saqë nëse kishin shikuar poshtë ka thonë Ebu Bekri thotë na kishin pa. Edhe u friksu Ebu Bekri shumë edhe ka fillu me çajin nga frika. Se mos po i zanë apo e mbysin pejgamberin alayhis salam, atëherë këtu e ka qetësu Allah azza jall pra ka zvit ayat ku i thot la tahzan inna Allaha ma'ana. I ka thonë pejgamberi se mos u brengas Abu Bekr se Allah është me neve. La tahzan, mos u mërzit, mos u tot, mos u brengas, mos u shqetëso, inna Allaha ma'ana. Sepse Allahu azza jall është me neve. Mirë po, a mjaftoj që kja vetëm se më mshef në shpellë, ndërsa armiko jashtë, ti nuk jetë di çka është duke vepru, pejgamberi sa më ka angazhu edhe një person, Abdullah ibn Abu Bakrin. Djalin e Abu Bakrit, se ka shfaq islamin, ka nejt mesin e mushrikëve, edhe ka marrë informata. Edhe ja ka dërgu, domethënë shpellë, i ka dërgu gjithashtu ushqim edhe pije pejgamberit edhe Abu Bakrit. Pra, pejgamberi sa më ka qenë një informator në mesin e mushrikëve për me kuptuar se çka është duke ndodhur jashtë deri ku kanë shku a hetimit edhe hulumtimit ndaj tij. A u mjaftu me çka që jo. Gjithashtu e kanë pagu edhe një person Amir ibn Fuhaira. Ky person e ka pas për detyrë me i mbulu gjurmë të Abdullahut. Sa që Abdullah ka ardhur me pru informat edhe ushqime, Amir ibn Fuhaira ka dalë me delet e tina edhe i ka fshej gjurmët. Pastaj kur u kthye Abdullahut e nesërmen, Amir ibn Fuhaira ka shku me delet e tij prapa dhe i ka fshej gjurmët. Edhe kështu 3 ditë pejgamberi alayhis salam i ka marrë informatat e nevojshme, ushqimin edhe pijen, edhe i ka mjaftu sa me qëndru në shpellë. Mas 3 ditë mushrikët i kanë dalë kërkimet. Se thonë tash është 3 ditët ka x kena mundësi me ezan. Edhe kjo është koha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbashko me Abu Bakrin pra nisën drejt Medinës edhe arrin pas një periudhe në një vend të quajtur Kuba. Kuba është një vend afër Medinës, ku edhe këto pejgamberi alayhis salam qëndron 14 ditë, 2 javë, edhe e themelon apo ndërton xhamin e parë, xhamin e Kubas. Pra xhamia e Kubas është e ndërtuar me para xhamis pejgamberit alayhis salam në Medinë. Edhe me këta përfundon pra hijreti i pejgamberit alayhis salam, edhe përfundon pjesa e parë apo faza e parë jetës së tij. Për shkak se Siria apo jeta e pejgamberit alayhis salam do në 2 etapa. Është periudha Mekase edhe është periudha Medinase. Edhe ka shumë dallim të madh domosdoshmë periudha Mekase edhe periudha Medinase. Me këtë hijret e ka plotësuar atë sunetin që e përmendëm, sunetin e hijretit. Çdo pejgamberi i Allahut ka bëu hijret. Prej Ademit alayhis salam, secili ka pas hijretin në formën e vet. Ka thënë dietar të hijreti Ademit u kanë prej xhenetit në tokë. Pastaj Nuhi alayhis salam bën hijret me djemt edhe me fëmijët e vet. Apo pastaj Ibrahimi alayhis salam ka bëu hijret. Jakubi alayhis salam ka bëu hijret. Yusufi alayhis salam ka bëu hijret. Musa alayhis salam me Benu Israil ka bëu hijret. Isa alayhis salam ka bëu hijret. Edhe pejgamber tjerë që Allah azza nuk i ka përmend ngjarjet e tyre, edhe disa prej tyre i ka përmend, çdo pejgamber ka bëu hijret, edhe çdo umat ka bëu hijret me pejgamberin e vet, edhe ky ka qenë domethënë hijreti i pejgamberit alayhis salam edhe hijreti i sahabëve. Pastaj kur arrin e tham se kjo ndarja e Sirës, pra Siria ndahet periudhën Mekase edhe periudha Medinase. Dhe kjo është shumë e rëndësishme me ditë shumë në pas fiqh, me ditë me bë dallimin mes periudhës Mekase dhe periudhës Medinase. Madje Allah zële Kurani kur e ka zbrit, dietarët i kanë dhënë ajetet e Mekës edhe të Medinës. Çdo Kurani më në gjet, ose në fillim faqes ose në një pjesë të faqes, thotë kjo sure është Mekase, kjo sure Medinase. Pse kjo është kjo ndarje? Periudha Mekase i ka pas 2 qëllime. 13 vite thirrje, 2 qëllime. S'ka pas dispozita. Pra e para u kanë me adhuru vetëm Allahun edhe mos më shoqëru shirk. Edhe e dyta u kanë me besu ringjalljen. S'ka pas dispozita, as namaz, as xhirim, as hax, as zakat, as xhuma, as kurrë s'ka pas. Vetëm se me besu Allahun dhe pejgamberin e tij. Pastaj në periudhën Medinase fillojnë dispozita, duke filluar prej namazit xhumas, faljen e peskove në xhami, agjerimin, zakatin, haxhin, edhe krejt domthon dispozitat e tjera të cilat kanë zbritur. Prandaj shumica e surave janë sura Mekase. Prej surave Medinase pra janë vetëm 28.
Sura e Medinase krejt tjera të Mekasë. Surat e mëdhaja janë sura e Medinase, sura Baqara, sura Ali Imran, sura Nisa, Maida, Anfal. Pra surat e mëdhaja janë sura e Medinase, surat të cilat kanë dispozita. Surat Mekase janë pjesa tjetër, domethënë, e surave të cilat rrasin në tauhid, edhe me besu pra Allah, me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe me besu pra ditën e ringjalljes. Prandaj pejgamberi sa mos i largon nga Kubas, edhe ndërton këtë xhami, edhe ia vlen muslimanëve atë vendi, niset për Medinë. Rrugës për Medinë pra ezet xhumaja e parë, ku pejgamberi alaihi salam këtu pra e fal xhuman e parë me ata sahabi që kanë qenë. Mirë po, edhe banorët e Medinës se kanë fal xhuman. Në xhumaja e parë që u fal Medinë, nuk e ka fal pejgamberi alaihi salam, mirë po e ka fal sahabiu Esad ibn Zurara. Pra Esad ibn Zurara ka qenë sahabiu i parë i cili u ka prirë njerëzve në namazin e xumas para se me ndërtu xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi Allahut pra niset Medinë, ku dalin njerëz edhe e presin rrugës, ka qenë gzim shumë i madh, e kanë prit me kang, edhe nuk dihet që nëherë banorët e Medinës ka pas gzim më të madh se sa me ardhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjatë futjes në Medinë pra vrapoi njerëz me e kap litarin e devës pejgamberit alaihi salam. Aty ku ka pas mund dal devja, aty edhe u bë xhami. Aty edhe ka pas mund dal edhe pejgamberi alaihi salam. Edhe çdo medinaz ansar ka pas shef që pejgamberi alaihi salam kanë musafiri i tij. Edhe kanë filluar me ushty, kanë filluar me e kap devën, me dërgu të shtëpia vet. Pejgamberi Allahut ka thënë dauha fa innaha ma'mura, ka thënë lana devën rahat, sepse devja është e urdhëruar. Pra ka urdhër pe Allah se ku ka mund dal. Edhe devja pra ndalet të dajallarët e pejgamberit a.s. Edhe konkretisht pejgamberi a.s. zbret edhe bëhet musafir i sahabiut Ebu Ejub el-Ansari. Pra Ebu Ejub el-Ansari ka qenë sahabiu i cili e ka prit në shtëpinë e vet pejgamberin a.s. Shtëpia e tij ka dy katë që kanë sire. Edhe i ka thënë ja Rasulullah merret i katin e dytën të parin. Sa thot kati i parë thot është për tokë. E thot ka mundsi ka lagështi edhe ka vërshime të ujit. Gjithashtu thot kati i dytë thot është me drasa. E thot kur të hec lart on, thot ty të godet pluri ja Rasulullah. E thot ka mundsi mo der diçka pe ujit edhe me të pikë ty në kry ja Rasulullah, thot unë e pa marr katin e parë të dytën. Mirpo, pejgamberi Allahut refuzon për shkak të musafirëve. Se e ka ditë që kanë pas shumë vizita, edhe thot nuk du me shqetësuam ty në katin e parë, pastaj me ngrit lart, edhe pejgamberi alesam pra vendoset në katin e parë, pastaj Ebu Ejub el-Ansariu vendoset në katin e dytë të shtëpisë. Pra ky është sahabiu i ndershëm Ebu Ejub el-Ansari. Varri i tij i cili gjendet sot, ku gjendet Ebu Ejub el-Ansariu? Gjendet në Stamboll. Pra varri i tij në ashtë i varrost në murët e Konstantinopolis. Për shkak se kur u bë thirrja me çelu Konstantinopolin në kohën e Muavijut radiallahu anhu, tentativa e parë e muslimanëve ka qenë kohën e Muavijut, kohën e sahabëve, me marrë këtë pikë strategjike. Mirpo, kanë dështuar kanë punë luftën, ma vonë ka Mehmet Fatiu, i cili e ka shliru. Në murët e këtij Konstantinopolit aty kanë të larta, pra është rrëzu nga kali Ebu Ejub el-Ansariu dhe ka vdek. Në moshën 80 vjeçare. Pra i ka pas 80 vjet mosh, kur u kanë domon safin e parë të luftës, edhe pse ka në historinë e tina se fëmijët e vet janë munduar me pengu. Edhe i kanë zbrit ajete se ti i lir nga lufta e ke moshën, mirëpo s'ka pas asgjë që e ndal Ebu Ejub el-Ansariu nga vdekja si shehit në rrugën e Allahut. Edhe pse Ebu Ejub el-Ansariu e ka dëgjuar hadithin e pejgamberit alajhissalam që thot kush ka mundësi me vdek me dinë vetë vdes. Kështu ka thënë pejgamberi Allahut. Dieto kanë hadith të sahih. Kush ka mundësi me vdek me dinë vetë vdes. Mirëpo kanë fekoj sahabëve që vdekja në murët e Konstantinopolis është më e mirë. Prandaj nëse shohim sot varrezat bakia që në Medinë, sa janë varrosur aty 10.000 sahabi. Sa i kalon gjallë kur ka vdek pejgamberi alajhissalam 120.000. Ku janë 110.000 sahabi? Pse s'kan vdek në Medinë? E shohim se 10.000 në Medinë, 110.000, domthon prej Marokut atje, çështë Afrikës deri në Kinë, domethënë një të varrosur sahabi. Për çfarë arsye? Vetëm se me shpërnda dinin e Allahut azza xal. Edhe mesin e këtyre kanë ky sahabi i cili në moshën 80 vjeçare, në moshë shtym, në safin e parë domon të kalorësisë, ka vdek domon aty ku është edhe varri i tij sot është pranë Stamboll. Ku pastaj më vonë ka me të fatyë ka gjetë këtë varr sahabiut, edhe normal e kanë bën një tetë që aty, edhe ku sot shkojnë njerëz domon ai bën shirk Allahut azza xal. Madje shirku kanë edhe zyrtarisht të Osmanlit kur sultani ka dashur me dorëzu detyrën të sultanit tjetër. Kushdo që për sultanave ka marrë detyrën,
ka shku te ky varr, te kjo kupoll që e kanë për me, edhe e kanë marrë detyrën, me qëllim që me i dhon bereqet. Pra shkojnë e kërkojnë te barok, bojnë bereqet te ky sahabi i ndershëm, i cili edhe sot pra varrin e tij e ka aty afër mureve të Konstantinopolës. Pastaj kanë ardhur domthon edhe muhaxhirët e tjerë, edhe u kompletu numri i muslimanëve në Medinë. Edhe pejgamberi alayhis salam, pasi kanë ardhur muhaxhirët, pasi kanë ardhur muslimanët, ju mba 3 grupe apo 4 grupe, 3 mileta aty në Medinë. Edhe ka rreziku i dhëzjes së fitnave të brendshme, sidomos rreziku i jehudëve brenda. Pejgamberi Allahut i ka njoft ajetet e jehudëve, edhe ajetet e munafika pra janë kanë qarta. Edhe i ka bë 3 punë të mëdha, të cilat duhet me kushtu shumë rëndësi. Senin e parë që e ka bë vllazërimin e ensarëve dhe muhaxhirëve. Pra muslimanët i ka bë me një saf, i ka bashku ensarët dhe muhaxhirët. Senin e dytë që e ka bë, e ka ndërtu xhamin. E cila xhami nuk ka pas rolin që kemi sot xhamin. Me dal me fal një vakt, tani me dal me pi kafe. Jo, xhamia të sahabët ka pas çfarë rol. Edhe tretën ka bë marrëveshje me jehudët. Për ndërtimin e xhamisë edhe për marrëveshjen me jehudët, do të flasim në inshallah në vizioratën tjetër, ta shohim se s'ka mundësi të më ngriç shtat duke pas domethën armiq të brendshëm. Pa rregulluti brenda sigurinë tënde, s'ki mundësi me luftu me armiq të jashtëm. Prandaj këto 3 veprime që ka bërë pejgamberi sa, bashkimin e muslimanëve në saf, edhe marrëveshjet me jehudët e brendshëm, që mos me pas luftë, ja ka mundsu domethën që me mujt me i përballu sulmet e mushrikëve në Bedr dhe betejat e tjera, edhe për me çliru pastaj të rgadishullin arabik. Edhe të parën punë që e ka bë, as xhamin domethën nuk e ka ndërtu, i ka bashkuar dhe i ka vllazëru ansarët edhe muhaxhirët. Pra ansar janë ata banorët e Medinës, të cilët e kanë ndihmuar fen Allahut azza xal. Ndërsa muhaxhirët janë ata të cilët kanë ardhur nga Mekja për Medinë. Atë që madhe u kanë ky vllazëllak, ose që në fillim të Islamit edhe e kanë trashëguar njëri tjetrin. Nëse pas vllazëllakit kanë qenë shart, shembull filan sahabi, Abdurrahman ibn Aufi, çet shart me një Medinas. Kunja i ka emrin një bo vllazni. Nëse njëri prej tyre ka vdek, e ka trashëguar. Çish e trashëgon vllaun apo e trashëgon djali babën. Pastaj derisa ka zbrit fjala Allahut azza xal, ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd. Ata që janë familjarët kanë përparësi para këtyre tjerëve. Edhe me këtë u anulu që ensari me trashëgu muhaxhirin apo muhaxhiri me trashëgu ensarin, mirë po dispozitat e tjera të vllazëllakut kanë mbetur dhe kanë qëndruar, saqë ka sa në çuditshme nëse i lexon neve na dukën tepërta, për ata u kanë normale. A ka rëndësire se i thot sahabiu thot unë e kam shtëpinë 2 kat. Thot njërin kat aty, njërin e maj për veti. I kam thot 2 kafsh, 2 dele, 2 deve, apo i kam 4 deve. Thot 2 ti jap ty, 2 i maj për veti. Thot i kam çikash dirham. 10 dirham, 20 dirham, 100 dirham. 50 janë të mia, 50 janë tuat, edhe sa që thuhet se Abdurrahman ibn Aufi e ka pas vëlla domethën Saad ibn Rabia. Saad ibn Rabia ka qenë banori i Medinës. Edhe masi ja ndan këtë pasunin, gjysmën e pasunisë Abdurrahman ibn Aufit, i thot unë kam 2 gra. Thot njënën po bëj talak, thot martete. Pra më bë talak me e priti detin, martesë normale, pastaj më e martë. Ka gjanja që drejtë domethën sa shtëpinë me ta dhon, gjysmën e shtëpisë, gjysmën e pasurisë, po i kam 2 gra po ta jap njënën gra merë, njënën gru merë. Mirpo nuk ka qenë adat i sahabëve me lypë dhe me pranu. Abdurrahman ibn Aufi ka thonë, a ki më kallzu kanë ka pazari këto? Ka thonë që filan venin. Ka dalë ka shit diçka kable, edhe ka arrit pasunin, edhe ka arrit pasunin e vet. Pra kjo u kanë gjendje domethënë se sa shumë banorët e Medinës ensart e kanë dashur pejgamberin alayhis salam, edhe i kanë dashur muhaxhir. Saqë Allah azza wa jalla thon Kur'an, "Walladhina tabawwa'u dara wal iman." Thot banorët e Medinës, thot cilët kanë me iman, min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Thot i dojnë ata të cilët kanë bërë hijrat ata. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Edhe thot nuk gjejnë gjoksat e tyre në ngushtim nga ajo që ka japin. Edhe pse banorët e Medinës vetëm kanë të varfër. Pra e ka dhënë gjysmën e shtëpisë, gjysmën e pasunisë, krejt çka i ka pas, e thot në gjoksat e tyre s'ka pas ngushtim që ata që e kanë dhënë për muhaxhirët. Për ato dhe Allah azza i përshkruan këta si njerëz të imanit, njerëz që i dojnë muhaxhirët edhe e dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Me këtë pra bëhet edhe përfundimi apo mbyllja e vllazëllakit ku bashkohen muslimanët. Ne kuptojmë se nuk ka mundësi muslimanët me arrit fitore, nuk ka mundësi, s'ka pas mundësi pejgamberi alayhis salam me bëj çlirimin e Mekës edhe gadisut arabik pa bashkimin e muslimanëve me një saf.
Pra kjo është kryesore, derisa muslimanët janë dam, s'ka mundësi me arrit fitoren. Pra sa një parë që ka bë, i ka bë muslimanët me një saf. Sa një diçka e ka bë, ata armiq që i ka pas brenda shtetin e vet, ka bë marrëveshje dhe i ka pajtu. Që më avon mundësinë pastaj me luftu me armiqt e jashtëm, ata janë kanë domethënë mushrikt e Mekës, edhe në këtë periudhë besimtarët i godet një smundje, një lloj gripi për shkak të ndrrimit të klimës. Edhe ankohen te pejgamberi alayhis salam, se ja Rasulullah na thotë na smu si kanë ardhur në Medinë. Edhe pejgamberi Allahut bën dua, ku thot Allahumma habib ileyna al-Medina kama hababta ileyna Mekka wa ashad. O Zot bëna dashur Medinën, ashtu siç na bën Mekën dashur, edhe më shumë bëna Medinën. Wa barik lana fi muddiha wa fi sa'iha. Edhe jepna bereqet në mundin edhe në sa. Mudi edhe sa kanë anë të cilat e kanë marrë bereqetin, Pra ka bë dua Allah zel që më jap dashuru Medinën e bë dashur, edhe më ju dhon bereqet në ushqim edhe në ato që i kanë bjell, edhe ka thonë edhe largon atë domon këtë smundje. Allah zel ja ka pranuar duan, ju ka dhënë bereqet banorëve të Medinës, edhe e ka bë domon banorën e Medinës dashur, jo vetëm për muhaxhir, por për këtë besimtar deri në ditën e gjykimit. Edhe me këtë përmbyllet pjesa e parë domon periudha mekase. Inshallah në ligjëratën e ardhshme vazhdojna me vitin e parë të hijretit. Se prej këtu pra muslimanët me hijret e fillojnë edhe kalendarin që e njehemi si kalendari hijri. Pra kalendari i hijretit fillojna me shpjegu edhe vitin e parë të hijretit, konkretisht me fol për ndërtimin e xhamisë, e thirrjen e ezanit edhe marrëveshjen që e bën pejgamberi alayhis salam me jehudët. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.